Uji me limon në mëngjes, përfitimet e jashtëzakonshme për shëndetin. Mënyra se si e nisim ditën është shumë e rëndësishme se ajo që tregon edhe vazhdimsinë e saj. Të pish një gotë me ujë me limon në mëngjes është shumë e mirë për organizmin. Vitaminat dhe mineralet e shumta që gjenden te limoni forcojnë sistemin imun, parandalojnë shumë probleme dhe ndihmojnë në sistemin e tretjes. Por duhet të keni parasysh disa këshilla në mëngjes. Është mirë të pini ujë të ngrohtë dhe uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet tona. Për sa i takon pjesëve të tjera të ditës, mund të konsumoni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë ose të ftohtë, si ta dëshironi ju. Përveç kësaj, kur shtrydhni limon, duhet të shtrydhni edhe lëkurën, sepse është e shëndetshme posa fruti. Prijeni limonin në gjysmë dhe shtrydheni në gotë, pastaj lëvoret e tij grini në copa të vogla dhe i shtoni në gotë. Në fund do të keni një përfitim të mirë për tretjen, detoksifikimin e trupit, sistemin imun, funksionit të mëlçisë dhe rënies së peshës.